A keni një koment në lidhje me debatet e brendshme të socialistëve, të cilët u bën dje publike përmes replikave në distancë të Spiro Palit dhe Ballës? Debati im është ky, komenti im është ky. Eliza kërkon qiqra në hell. Eliza kërkon në shpellën e mafjes debat të hapur. Pra, kjo është shpreha më e butë që mund të përdorja për kërkesat e Elizës. Kërkon debat të hapur për Lubin dhe ja kërkon taos. Ja kërkon taos debatin. Në kohë që e din që Skënderbuçi i saj është kryekput, është të themi Lubia me pantallona. E ka shumë të qartë. Ky është komenti. Daniela Maloku, Report TV. 2 ditë më parë nga Partia Demokratike ka dalë një vendim që përjashton nga grupi i këshilltarëve të Bashkisë të Durrësit, nga grupi i Partisë Demokratike të këshilltarëve të Bashkisë në Bashkinë e Durrësit, 2 emra, Dritan Burgion dhe Arlind Boshkun. Sipas reagimeve që këta 2 emra kanë patur në rrjetet sociale, përjashtimi lidhet me një drek që ato kanë patur me Ervin Salianjin apo me mbështetjen tashmë publike që i kanë dhënë atij. Në një reagim tjetër, Partia Demokratike dje sqaroi se bëhet fjalë për shkelje që këta 2 emra kanë bërë duke dëmtuar interesat politike të Partisë Demokratike. A lidhet përjashtimi i tyre me mbështetjen ndaj Salianjit dhe a do të kenë të njëjtin fat të gjithë ata që kanë dalë publikisht në mbështetje të tij, dhe nëse nuk është kjo arsyeja, cilat janë veprimet konkrete që ata kanë